profesori Bilbil, dhe trajneri Munishi, gjithë këta e kanë prognozu që Brazili të fitoj. Po e kemi thonë realisht që ka me qenë shumë e vështirë. Ka me qenë shumë e vështirë, po. Ndeshje e fort me dy skuadrave. Kishte gjasa reale edhe nga ana e Japonisë. Po qesh, Lorik? Po mu qesh me këtë kolegun tim të në anën e djathtë me atë kuadrin. Fantastik, për atë arsye qesha. Në rregull. Okej, përgëzojmë kameramanin për atë kuadër. Okej? Kështu që po, ishte fitore në minutat e fundit. Aty hyri edhe goli, po kjo mendoj që është edhe specialiteti Angelotit, që në minutat e fundit të shkaktoj ato befasi, po e quaj kushtimisht ashtu, se realisht nuk është befasi, po sigurisht nuk është në formën më të mirë, apo... Regjia sa po më falë Gjenta, sa po lajmëroj që Paraguay 1-0 dhe prandaj ishte ky reagimi. Se do mi rot lek, ja, pa problem. Unë di shëndash, Të një do i gjutë se më në të më pas. Deshtem pas.